Thatësira e zgjatur, por edhe konsumi i lartë ditor e bën të pasigurt energjinë elektrike për muajt e dimrit. Korporata elektroenergjitike bën me dije se tashmë në vendin tonë prodhohet vetëm 12 milion kWh energji elektrike dhe importohet rreth 6 milion kWh, ndërkohë që nevojat e vendit për konsum shkojnë në mbi 18 milion kWh energji elektrike, por kjo shifër pritet të rritet gjatë muajve në vazhdim si pasojë e ftohjes së kohës. Ajo që e bën më problematike situatën është fakti se kuotat në kaskadat e hidrocentraleve janë në nivele jo shumë të mira. Sipas të dhënave të kesh, Fierza është në nivelin e 280 metrave, ndërsa prurjet vetëm 58 m3 në sekond. Hidrocentrali i Komanit është në kuotën e 174 metrave, ndërsa Vau i Dejas është në nivelin e 73 metrave dhe është në punë me kapacitet të plot. Gjithsesi, situatën energjitike në vend e bën të pasigurt edhe fakti i anullimit të tenderit për blerjen e energjisë elektrike për vitin 2014. Edhe pse kanë ngelur edhe 3 muaj nga viti i ardhshëm, ende nuk dihet se kur do të zhvillohet tenderi i cili është anulluar prej entit regulator të energjisë elektrike. Për 2014 parashikohej blerja e 1.3 milion megawatt orë energji për të gjithë vitin kalendarik.